Detajet e fshehura nga seriali Adoleshenca që mund t'ju kenë ikur. Seriali Adoleshenca i Netflix është projekti më i përfolur i momentit dhe secili epizod është i krijuar me përpikmëri dhe asnjë detaj nuk është rastësi. Po e nisim me episodin e parë. Në momentin kur policia arreston Jamie në dhomën e tij, një mori simbolesh janë të gavruara në mur, me styre edhe një thik. Vëreni se si në momentin kur oficerët hynë në dhomë, ai e pozicionon dorën pikërisht tek thika, si simbol i armës me të cilën e kishte kryer krimin. Një tjetër detaj nga ky serial është se vajza e cila këndon në episodin e dytë është aktoreja që portretizon Katein, nxënësja e cila u therr për vdekje nga 13 vjeçari. Kjo për t'i dhënë një ndjesi shikuesve se viktima ishte prezente në të gjithë serialin. Një gjë që po ashtu e karakterizon këtë serial është që secili epizod është filmuar me një xhirim të vetëm. Nëse aktorët do të bënin një gabim, atëherë ata duhet t'ja fillonin nga e para. Shumë prej jush të cilët keni parë serialin mund të keni vretur të përmendet rregulli 80-20. Por çfarë është ky rregull? Sipas kësaj teorie, një pjesë e meshkujve besojnë se 80% e grave tërhiqen nga 20% e burrave, duke i bërë ata të ndihen të përjashtuar. Kjo lidhet më pas edhe me personat incel, një komunitet të cilët i fajsojnë gratë për këtë teori të pabazë. Për më shumë, lexoj në telegrafi.com.